A keni emocione sonte? Emocione, jo, nuk është se kam në emocion të pa kontrollueshëm, sepse tash ja kena marrë dorën shoqërisë zotit dhe është premiera 4 që mbajmë. Po normalisht është kënaqësi sa herë që shef njerëz të ri, imazhe të reja dhe çdo film ka të bukurinë e vet të saj. Çfarë pritshmërish ka Mariusi nga falli 2? Po nisur nga rrugtimi i projektit parë falli 1, le të themi pritshmëritë janë akoma më të mëdha sepse edhe puna në këtë film është bërë akoma më mirë, më realizuar dhe më e arrirë. Dhe normalisht pritshmëritë janë mëdha, po tash ndore ka Zoti lart dhe publiku. A do të ketë ndryshime në kastin e aktorëve, domethënë duke u parë se si ka qenë ecuria e filmit parë, aktorë të rinj, largime? Ka vetëm element surprizë, aktor surprizë janë bashkangjitur këtij projekti, por largime nuk ka pasur, me aq sa më menun, po që prej të valli 3 dhe mund ketë. Në qoftë se s'do quaj falli, si do quaj ky film? Fati prej katuni. Suksese! Faleminderit shumë.